kryesore. Tani ne kemi bisedu në këtë studio për çështjen e fakteve që kanë nënshkruar prokuroria dhe mbrojtja. Mendoj se pesha e dëshmive të mbrojtjes në aspektin e fuqisë juridike i ka rrëzuar të gjitha dëshmitë e prokurorisë. Heq ato që si kemi ndëgjuar, pra që kanë qenë të fshehura si jepen atje me kod. Por unë mendoj se pesha e dëshmive të mbrojtjes e devalvon, i rrëzon peshën juridike të prokurorisë. Bazuar në faktin se këta kanë qenë kem koordinuar tërësisht me NATO-n. Kem koordinuar dhe politikat e luftës dhe sigurisë me NATO-n. Këta du të marrin vendim lirues. Pretendimet tani se unë përshof qëndrimet shumë të ajo vjen e jo bonët e jo hynë politike, unë mendoj janë naive me pretendu tani se sa të vjen me njëherë du të marrë kryetar partia, du të me hinë nga politika, mu këthy tjetë që të president. Këto janë naivitet, Kosova është shtet, ka kushtetut, ka institucione, ka ligje, ka procedura, si vjen dikur drejt e pushteti. Unë mendoj se fitorja atyre, manen men, se pi këto zhurmus të kësaj qendrës informimit kurtit e TVV-s, po interpretojnë në forma ndryshme. Fitorja atyre është fitore e parimeve drejtësisë mas pari, se vendoset drejtësi, 2, është fitore për ato personalisht, sepse është njëri që në mbrapa i vjen komplet historia formimi i shtetit Kosovës, drejtë e pavarësia dhe institucionet, dhe është fitore për vetë shtetin e Kosovës, sepse nëse këta marrin sankcion denus, si ndërmarrje për bashkët kriminale, derivati kësaj ndërmarrje është lufta, liria dhe pavarësia e Kosovës. Por mos harrojmë se gjitha këto janë arritur në koordinim me aleatin tonë kryesor SBA dhe NATO-n. Prandaj gama e përfshirjes në këtë pretendim është e gjerë. Kështu që unë mendoj se do të marrin dhe besoj vendim lirues me datën 16, nëse merret vendimi me 16, nëse shtyhet prapë. Dhe ju mund të thoni se mund të shtyhet prapë. Që do të jetë përfundimtar. Besoj që po, sepse vendimin e korrekt do të ishte përfundimtar. Unë bisedova me ekspert ndryshëm, tha ka pas ndoshta edhe një lloj verifikimi të disa gjërave për me marrë vendim qëndrueshëm. Por takimi i tij me Macron dhe biseda për shkak të përgjigjes Macronit që ka dalë se ky ka bërë deklaratë te Macroni e që i ka shkruar kryeministit të Shqipërisë, jo neve. Se po u liruan ata, do të bën pengesë për implementimin e projektit të paqes për Kosovën, Bashkimit Evropian për mes Kosovës dhe Serbisë. Pra, ka sugjeruar se ata duhet mbahen. Unë e shoh rrezikun këtu. Për shkak të influencimit të tij dhe të përzgjedhurit nga shtetet evropiane siç janë Macron veçanti dhe ish Merkel në Gjermani, që janë me influencim rus. Po shpresën e madhe e keni një lloj frike apo jo, Berisha? E kam çet frikë, veç tonë që po theksej, sepse Rusia ka bërë luftë të madhe me i degradu, është angazhuar dhe vetë në time, me prokurorët vetë, me prokurorët serbisë, me shërbim sekret serb, besa me argat nga Kosova, i keni po deklaratën e ministres e tjera, që të dëmtohen sa më shumë struktura UÇK-s dhe të fuqizohet struktura pro-jugoslave, që mentorë politike kanë veton surrojnë, ishte me lusin e lëvizjes për Jugoslavin, e Jugoslavenve të bashkuar, edhe e Julit Jugoslavenska Levica, e mojta Jugoslave, kryetarës cilës ka qenë Mira Marković Milošević. Dhe sot është kryekëshilltar i Albin Kurtit dhe projektues i Republikës së Tretë, ofertë e Miloševićit, më shumë se autonomi, më pak se pavarësi, dhe i reformatimit dialogut, marrëveshjeve të arritura dhe një status i ndryshe, një alternativë ndryshe për asociacionin që kemë Berisha, nuk dua ta bëj këtë pyetje, por për narrativën që ngritet dhe shqetësimin të cilin e kenim. Çka nëse dënohen? Unë nuk pres dënohet, nuk pres të kthehet si ish president, por si një lider, pra pa cili vjen komplet historia e shtetit Kosovës, dhe unë e pres që ai të vije si një figurë mbi palët. Nuk e shoh më as kryetar një partie në opozitë, nuk e shoh as një njerëz që garon me një në shtator, nuk e shoh presidentë çka dush në Kosovë. Por procedura kushtetuese, por ajo që kisha prit sot për Hashim Thaçin, të vi si lider mbi palët. Edhe deklarata tipi i Hagës ishte nivelit strategjik për orientimet dhe objektiva strategjike të Kosovës. Pra, kërkoj një tërheqje gjitha partive, një dakordim gjitha partive për çështjet strategjike, politika jashtme, e brendshme, raporti me NATO-n, me BE-n, raporti me SBA-n dhe orientimet integruese. Pra, folin në nivelin strategjik, sepse i takon është burrshtjetasi që historia do ta mbajnë mend si njeriu më të madh, me cilin siç e thotë dëmshmoj edhe vet, është koordinuar dhe e kam shtetë edhe presidenti Rugova dhe jemi sot ku jemi me rezultatet nga Rambujëja. Pra, unë mendoj se ai do të vi
i lirë dhe aq më tepër më i fuqizuar me një vendim ndërkombëtar për gjitha pretendimet e Dick Martit, e shërbimit sekret serb, prokurisë serbe, ruse, e gjithë atyre që janë armiqtë të shtetsisë Kosovës. Po janë katër, kështu që se po e specifikoni vetëm faqen. Unë flas për katër. Flisni për të gjithë. E kuptuam. kuptuam. Për të thonë emra mas emrit. Berisha. Së njëjtë kom pretendim Bile Kadrivaseli mendoj se ka qëndruar kot në Hag. Asnjë vepër deri më sot nuk i është adresuar personalisht.